Në këtë edicion do të ndiqni. RNI ku krejna Lukaci shkaktojnë vërshime në disa zona. Vërshohen disa shtëpi në blokun e ri. Vërshime në fshatrat Dujak e Novosel. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Mëngjesi në Gjakov sot ka nisur me përmbytje në shumë zona. Lumi Arnik Lukace Krejna për shkak të rreshjeve të dendura në disa pjesë dolën nga shtrati duke shkaktuar përmbytje në disa zona. Ereniku Lukaci e Krejna gjatë gjithë ditës së sotme kishin një rrjedhje të fuqishme të ujit duke u bërë rrezik për infrastrukturën përreth dhe banorët që banojnë për skaj shtretërve të tyre. Kjo pasi lumenjtë arritën të shkaktojnë vërshime në disa zona. Si pasojë rreshjeve të shumta, uji ka përmbytur disa shtëpi banimi, duke shkaktuar dëme materiale për banorët. Gjithashtu është dëmtuar edhe një pjesë e shëtitores përgjatë lumit Krejna, ku në disa pjesë janë vërejtur shembje dhe dëmtime të infrastrukturës. Situata ka shkaktuar shqetësim tek qytetarët, ndërsa kërkohet ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për sanimin e dëmeve dhe parandalimin e rrezikut të mëtejmë. E nëse niveli ujit vazhdon të rritet, ekziston rrezik serioz për përmbytje të mëtejshme, duke rrezikuar drejt për drejt shtëpi të tjera dhe infrastrukturë rrugore, prandaj nevojitet gatishmëri dhe ndërhyrje. Ndërkohë, meteorologët paralajmërojnë se rreshjet mund të vazhdojnë edhe gjatë ditëve të ardhshme, duke rritur rrezikun e përmbytjeve të tjera. Mëngjesi për banorët e rrugës Shote Galica nisi me shumë shqetësime. Rreshjet e shiut përmbëtën shumë çka në shtëpitë e kësaj zone. Vërshimet e sotme krijuan dëme të mëdha materiale edhe në rrugën Shote Galica në fshatin Brekoc. Shumë familje mbetën pa kulm mbi kokë, kjo pasi gjithçka u shkatruan nga uji. E banorët të ndodhur në këtë situatë kërkuan nevojën urgjente për t'u ndihmuar nga komuniteti dhe institucionet. Po, gjendja aktualisht është e keqe, siç po shihet. Vërshimet kanë ndodhur tash, nuk është që nuk kanë ndodhur, po inshallah për në nalës shiu se buhet edhe ma keq. Dame si vjet ka pas shumë atë mdhaja se vitet e kalume, domethënë janë nështë 3 fishu damet, që janë do shtëpia që vitet e kalume nuk janë prek, po si vjet janë edhe ma shumë që janë prek, damet janë shumë të mdhaja. Gjithë janë largu prej shtëpiave, që është edhe rrezik normal puna rryme, se besa edhe uji që dikush nuk ka ku me nejt, du të me dal, po inshallah kanë tafrëm që me shku të ta se është keq normal, s'mune me nejt. Një tjetër banor rrëfen për tentimin e tij të vazhdueshëm për ta strehuar familjen nga përkeqësimi i situatës. Gjena të alë haqër edhe vetë që shpesheni, në 3 nace që ku marë pëmin, e ku me hekë, këtë ta shkesh ujnë të hekë, që për di ku me u ankulla, nuk u di as vetë. Me qëra jam këtu, a shpit teme s'kam as sen s'kam, na për rrugë Allah, komuna në shtetën e sen më më bo në zilën e sen për pëmin, mi aratu pëmin la. Si që pa që ta kom krejt e kom, si s'kom ku me lumë pëmin kom. Një kujshimi morë për hatër, që edhe vetë peshini me shi, ku më, s'kom as vetë ku me shku. E një tjetër familje e cila vetë se ka siguruar strehimin mes emocionesh foli për rastin. Vete e zdi sa, du më dhejt jemi, familjen e orë kështë mu shtru këtu katastrofë. Asë në ka orë kërkush me ne, po asë krejtar, asë kërkush, po falem drejt për zrafiksës e në konë, kërkush sa ka në merë për asysh. Për komunës, do më thonë, asë një, e ka shrinë edhe vetë, një nuk e kem për komunës. Asë minoritet tonë, asë ardion krejtore jonë, ardion gjini. Ne po dojmë një zgjidhëm në astru, dhe konë, hadë në apet për thëmijë, shka të vojmë thëmijëve. Pa ushqim, pa vesh matje, më zë ma kesh. Dhe në kush kem, ne epin pak tesha, sa më vesh më ndru thëmin, edhe më spatë më tjetër. I moshuar i kishte edhe një tjetër hall. Gjenën të ne kemi shumë të mirushme, drejsa e kanë shkatru krejt, kanë marrë me pula, me drunqë, dhe të unë i kanë marrë krejt, që e shënë një qëtash, krejt me rushme e këni, s'ka me fush të regjo, s'kem se shka me fush, pëshin edhe vetë. Ku po qëndroni në këto momente? Pa që tu të shpë jeher rrugave shtu, në për përshi.
Kujtojmë se vërshimet po e zgjerojnë hapësirën e mbuluar nga uji dhe banorët e kësaj zone vazhdimisht po kërkojnë ndihmë për t'u strehuar deri në një moment kur do të mund të kthehen në ambientet e tyre tashmë të mbuluara nga uji. Rreshtet kanë përmbytur edhe disa shtëpi në bllokun e ri, saktësisht në rrugën Ylber Hoxha. Ndërkohë banorët janë ankuar se përkundër insistimeve të tyre për të ndihmuar nga institucionet, nuk kanë arritur ta marrin atë. Shtëpit në rrugën Ylber Hoxha në bllokun e ri janë përfshirë nga uji pas rreshjeve të fundit. Qytetarët ankohen se uji ka depërtuar në bodrumet e shtëpive të tyre duke shkaktuar shqetësim dhe dëme materiale. Jem të rrezikun me lagështime, ujë, mush në podrumet, krejt plagja një 45 shtëpi, 50 shtëpi. Janë podrumet krejt mush në ujë, rrafsh. Për shkak të rreshnjeve, kanalizimeve, proni, llokaci, e çtu të shpedish kjo s'don koment me thonë po. Ata thonë se si pasojë e rreshjeve të shumta janë dëmtuar edhe pajisje shtëpiake, ndërsa kanalizimet kanë dalë nga funksioni dhe kanë shpërthyer, duke u derdhur drejt për drejt në bodrume. Shku kom thirrë në telefon, kom shku në aty në të fiksat, tasha keni një motor me na jep në mënyrë tonat që kemi mujtë me bo. Krejt janë me mjetë me sena krejt në ujë. Banorët shprehen se pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për ndihmë, institucionet përgjegjëse nuk kanë reaguar ende ndaj situatës së krijuar. Uji depërtoi edhe në bodrumin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov. Ekipet e zjarrfekësve u panë në këtë institucion sot duke bërë përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të larguar ujin i cili kishte depërtuar në liftin e objektit. Rreshtet e shiut kanë depërtuar sot edhe në podrumin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Gjakov, ku ekipet e zjarrfekësve janë ende duke monitoruar nga afër situatën. Zjarrfekësit kanë dhënë detaje lidhur me ndërhyrjen, duke bërë të ditur se ekipet kanë reaguar me kohë dhe po qëndrojnë në gatishmëri të plotë për të parandaluar përkatësimin e gjendjes. Sipas tyre, monitorimi do të vazhdojë edhe në orët në vijim, deri në stabilizimin e plotë të situatës. Qyteti i Gjakovës ndodhet në një gjendje alarmi, ndërsa autoritetet të bëjnë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar. Ekipet emergjente mbesin në terren të përkushtuara për mbrojtjen e sigurisë dhe shëndetin e qytetarëve. Rreshtet e sotme kanë përmbytur edhe një shtëpi në rrugën Bekim Femiu. Brenda pak minutash uji depërtoi në hapësirat e shtëpisë duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në pajisjet e ambiserisë. E sikur të mos mjaftonte gjithë ky dëm, uji mbuloi edhe makinat e parkuara në këtë shtëpi. Si pasojë e rreshjeve të shumta të shiut, një përmbytje tjetër ndodhi edhe në një shtëpi në rrugën Bekim Femiu në Gjakov. Uji shumë shpejt depërtoi brenda objekti duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Pothuajse të gjitha pajisjet e anvisrisë u kuapluan nga uji vetëm brenda pak qastesh, duke krijuar një situatë shumë shqetësuese edhe për vetë banorët. Kjo vështirësi serioze nuk përfundoi më kaq, sepse uji depërtoi edhe në 6 makina të tjera të parkuara, duke shkaktuar edhe këtu dëme materiale. Të gjendur në një situatë kaq problematike, banorët kërkojnë ndihmë nga institucionet në sanimin e situatës, të cilën e kanë të pamundur ta rregullojnë vetë. Vërshimeve të sotme nuk i shpëtoi as shkolla e mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov. Podrumi i shkollës u mbulua nga uji. Drejtuesit të shkollës thonë se u intervenua shpejt në largimin e pajisjeve që gjendeshin në atë pjesë dhe fatmirësisht shpëtuan nga dëmet më të mëdha. Në shkollën e mjekësisë Hysni Zajmi në Gjakov, uji ka depërtuar në podrum duke krijuar shqetësim për institucionin. Megjithatë, për fat të mirë, situata është menaxhuar me kohë dhe nuk janë shkaktuar dëme materiale apo dëmtime të pajisjeve të kabineteve mësimore. Drejtori i kësaj shkolle, Gjok Tahiri, ka deklaruar për mediumin tonë se reagimi ka qenë i menjëhershëm. Sipas tij, stafi ka vepruar shpejt për të larguar pajisjet që mund të ishin rrezikuar nga uji, duke parandaluar kështu çdo dëm të mundshëm. Falë ndërhyrjes së shpejtë dhe koordinimit të mirë, situata është vënë nën kontroll.
Situatë ngjashme ishte edhe në rrugën Bujaroka, dhe nëse dje në këtë zonë përkohësisht u mbyll një segment rrugor, situata gjatë gjithë ditës së sotme ishte edhe më keq. Situata në disa zona të qytetit po merr për masa shqetësuese. Gjatë paraditës gjendja në rrugën Bujaroka ishte tejet e rënduar si pasojë e rreshjeve të vazhdueshme të shiut. Sasia madhe e ujit të grumbulluar në këto akse rrugore bëri që segmentet e rrugëve të mbyllen përkohësisht për qarkullim, duke krijuar kaos dhe vështirësi të mëdha për banorët dhe drejtuesit e automjeteve. Edhe sot, ashtu si dje, rruga u përmbyt nga uji, ndërsa situata u përkeçua ndjeshëm në orët e paraditës, e njëjtë po vazhdojnë të jetë edhe më tutje. Edhe në rrugën Myrxheneli sot kishte vëshime. Uji pas që mbuloi hapësirën e jashtme dëpërtoi edhe brenda shtëpive duke krijuar një situatë emergjente për banorët. Disa prej tyre thonë se kjo situatë u shkaktua edhe si pasojë mbi ngarkesës së kanalizimeve. Në rrugën Myrxheneli në Gjakov, disa shtëpi janë në hall, pasi uji ka depërtuar në brendësi të tyre. Sipas banorëve, kjo situatë është shkaktuar si pasojë mbi ngarkesës së kanalizimeve. Problemin kryesor që kemi na është me kanalizimet, domethënë kanalizimi është shumë i vogël, fit 300 që janë përmi 150 shtëpi të kyçe në këtë kanalizim. Një nga banorët thotë se është domosdoshme të ndërtohet edhe një gyp shtesë në mënyrë që ujërat që vijnë nga rruga Gjakov-Klin të mos depërtojnë në shtëpitë e tyre. Ai bën apel që ky problem të zgjidhet sa më parë nga institucionet përgjegjëse. Problemi kryesor që kemi në rreshtet e shiut është që grumbullimi i ujit të rrugës Vesti Clark ose magjistrala Prishtinë Gjakov-Klin e kanë qetë shkarkimin e ujrave të asfaltit në pjesën e poshtme të asfaltit, edhe gjitha ju e shamlidhe në pjesën e edhe fushat e rezinës, shkarkohet këtë pjesën edhe vjen qitë grykën edhe shkarkohet këtë këto edhe kemi probleme të shpit kënajna, na komplet këtë shpit që kemi në të është problemi që nuk e përcjellin gypa Ndërkohë uji që ka hyrë në budrume ka shkaktuar dëme edhe në pajisje elektrike dhe shtëpiake, duke rënduar edhe më shumë gjendjen e familjeve të prekura. Rreshjet shkaktuan telashe edhe në biznese në fshatin Osekil. Uji ka depërtuar në disa zona dhe ka prekur edhe bizneset që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në këtë zonë. Rreshtet e pandaluara të shiut kanë shkaktuar vështirësi edhe në fshatin Osekil të Gjakovës. Situata atje paraqitet të njëjtë si në pjesë tjetër të komunës së Gjakovës, ku uji ka depërtuar në disa zona dhe ka prekur edhe biznese lokale. Për më shumë detaje rreth situatës dhe dëmeve të shkaktuara flet John Mirakaj. Kjo është çfarë katastrofe, kjo është puna e Zotit. Po që 3 vjetë i na shkon komunën për marrë me zjedhë si të problem, njëtin problem që tu. Edhe nuk vjen kërkush as merr kur çfarë masa, kur çfarë as lisan hiç. Ajo ka shkaktu dëm si biznes? Po, shumë. Që në rryma, 6.000 litra qumsht, prishte se përgjësi. Kompania ku po vjen për merë, për na kritikon, për na thot, ku prish qumshti, nuk po di shka me thonë tjetër. Kujtojmë se sipas parashikimeve hidrometeorologjike, rreshtet e shiut do të vazhdojnë edhe më tutje. Edhe në fshatra Dujake në Vosel, situata nga rreshtet ishte shqetësuese për komunitetin e këtyre zonave. Ekipi ynë ka siguruar pamje edhe nga atje për të kuptuar dëmet që u shkaktuan rreshtet. Në fshatra Dujak dhe Novosel, gjendja rrugëve pas rreshjeve të dendura të shiut ka vështirësuar dukshëm qarkullimin. Si pasojë rreshjeve të vazhdueshme të shiut që kanë përfshirë komunën e Gjakovës, në disa segmente rrugore ka vështirësi kalimi duke rrezikuar edhe lëvizjen e automjeteve. Banorët po përballen me kushte të rënduara ndërsa u bë thirrje të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes. Probleme me rreshjet sot pati edhe në fshatin Ramoc.
Kur rreshjet e fundit të shiut nuk kanë shkaktuar përmbytje, por kanë dëmtuar rënd rrugën Mark Avdyli. Banorët thonë se rruga ka nisur të dëmtohet që rreth një muaj më parë, por deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse. Në fshatin Ramaz të komunës së Gjakovës, rreshjet e fundit të shiut nuk kanë shkaktuar përmbytje, por kanë dëmtuar rënd rrugën Mark Avdyli. Banorët të cilët folën prapa kamerave thanë se rruga ka nisur të dëmtohet që rreth një muaj më parë, por deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse dhe tashmë rreshjet kanë bërë që ajo të shkatërrohet pothuajse tërësisht. Si pasojë e rreshjeve, sot gjendja rrugës është përkeqësuar edhe më tej, ndërsa një pjesë e saj është shembur duke e bërë pothuajse të pakalueshme. Banorët e Ramocit shprehen se nuk kanë rrugë alternative për qarkullim dhe kërkojnë ndërhyrje emergjente për sanimin e dëmeve dhe sigurimin e kalimit të lirë. Probleme me përmbytjet sot patën edhe banorët e rrugëve Femi Agani dhe Bekim Femiu, të cilat gjenden për skaj shtratit të lumit Lukac. Të ndjeki materialin që na nje me më shumë detaje. Lumi Lukac, si pasojë e rreshjeve të shumta të ditëve të fundit, është fryrë jashtëzakonisht shumë duke shkaktuar përmbytje dhe vërshime në disa zona. Gjendja më e rëndë është paraqitur në rrugët Femi Agani dhe Bekim Femiu, ku uji ka depërtuar në shtëpitë e banorëve duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Si pasojë e vërshimeve, qarkullimi është ndërprerë ndërsa ura në këtë zonë është dëmtuar duke bërë kalimin të rrezikshëm, po ashtu edhe shtëpitë përgjatë rrugës Femi Agani janë përfshirë nga uji. Ndërkohë në rrugën Salim Orina, e cila lidhet me rrugën Fehmi Agani, uji ka depërtuar në shtëpitë e banorëve duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Rreshjet e shiut pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve pasuese dhe për pasojë mund të ketë edhe vërshime tjera lokale. Kështu kanë bërë të ditur nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ndërsa nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëjnë të ditur se qytetarët duhet të kenë kujdes nga konsumimi i ujit që merren nga bunarët e pambrojtur. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës në një komunikat zyrtare ka bërë të ditur se si pasojë e rreshjeve të pandërprera të shiut, gjatë ditëve të fundit në disa zona të vendit, konkretisht në pjesën perëndimore, Gjakov, Junik, Deçan, Malishev, Rahovec, Klin, si dhe në pjesën qendrore janë shkaktuar vërshime lokale. Si rezultat, disa lumenj dhe përrenj kanë dalë nga shtretërit e tyre. Këto rreshje me intervale dhe intensitet të ndryshëm pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, duke mundësuar paraqitjen edhe vërshimeve lokale, problemeve në komunikacion, në sistemet e kanalizimit si dhe vështërsi në trafik, thuhet mes tjerash në këtë postim. Ndërkohë, si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut janë shkaktuar vërshime edhe në komunën e Drenasit, ku përgjat lumi Drenica uji ka depërtuar në disa shtëpi dhe biznese, ndërsa disa rrugë janë bërë të pakalueshme. Si rrjedhoi raportohet se energjia elektrike është ndërprerë, ndërsa familjet përreth zonës janë evakuuar nga rreziku i vërshimeve. Ndërkohë, komuna e Prishtinës ka njoftuar qytetarët se për shkak të rreshjeve të vazhdueshme të shiut mund të krijohen vështirësi në qarkullim rrugor, mbi kërkesë të kanalizimit dhe rrezik për vërshime në zona të caktuara. Edhe Fush Kosova është në mesin e komunave që po përballet me vërshime për shkak të rreshjeve të dendura të shiut. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka rekomanduar qytetarët që të kenë kujdes të shtuar për sigurinë dhe shëndetin e tyre pas rreshjeve të shtuara të shiut në disa zona të vendit dhe ndikimin e mundshëm të tyre në shëndetin publik. IKSHPK ka theksuar se aktualisht nuk ka të dhëna për ndotje të ujit, por ka rekomanduar qytetarët që furnizohen me ujë nga bunar të pambrojtur që ujin ta vlojnë para përdorimit ose të shfrytëzojnë burime alternative për furnizim me ujë të sigurt. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim.
Para se të ndohemi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Ereniku Krejna Lukaci shkaktojnë vërshime në disa zona. Vërshohen disa shtëpi në bllokun e ri. Vërshime në fshatrat Dujak e Novosel. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjeqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.